Faleminderit Zhelina. Të nderuar bashkëpunëtar, miq, lider të Vlenit, të nderuar ministra, deputet, funksionar, të dashur banor të Zhelinës, ne edhe këtu në Zhelin vazhdojmë karavanin e fitoreve, si në çdo komunë ku shkojmë, e fundit në Bogovin, ku po ashtu ishte një tubim madhështor, po tregojmë dhe po tregoni se BDI e ka të kot, edhe botën sërbe, e ka të kot, edhe levicën, e ka të kot, edhe Sërbin, edhe Rusin, sepse shqiptarët kanë vendosur të votojnë për Vlenë. BDI në këto zgjedhje duhet sa më shpejt të vendos që të reflektoj dhe të pranoj se për këto 20 vite dështoj. BDI duhet që sa më shpejt të vendos që të reformohet, sepse në këto zgjedhje nuk i ndihmojnë as dy krahët e aleancës të cilët kur nuk arriti të bëj bashkë. Në këto zgjedhje, BDI duhet që të ofroj projekte për qytetarët, duhet të ofroj projekte për zgjidhje të problemeve të komunave në të cilat ka kandiduar kandidatët e saj. Por, në pamundësi për të nxjerrë kandidatët më të mirë, në paaftësi për të përpiluar programet më të mira, ata mundohen që të merren me tema fiktive, ata mundohen që të merren me tema inekzistente, sepse këto definicione, si që përmendi edhe shefi shtabit, për njëri tjetrin vet i kanë thënë, vet mjeku, neurologu që mës mirje një pacientin e dha diagnozën Arbeni për Aliun, dhe kështu fatkeqësisht ata mendojnë për njëri tjetrin, por para se të nënçmojnë njëri tjetrin, para se të nënçmojnë shqiptarët, ata duhet ju kërkojnë falje shqiptarve dhe të dalin me program, me kandidat, me të cilat do t'ju ofrojnë zgjidhje shqiptarve. Pse Zhelina ka votuar 2 mandate dhe do të votoj edhe të tretin për blerimin? Sepse blerimi, para se të nënçmoj tjerët, para se të nënçmoj kundërshtarët, ka punuar për çdo vendbanim të komunës Zhelinës. Në këto rrugë, në këto projekte, të cilët sot i shfrytëzojnë banorët e Zhelinës, i shfrytëzojnë çdo banor pa marrë parasysh përkatësinë e saj politike. Dhe kjo është modeli të cilin ne ofrojmë edhe në këto zgjedhje. Ne ofrojmë bulevarde për fshatrat tonë, ne ofrojmë shkolla, ofrojmë qerdhe, ofrojmë shtëpit kulturës, prandaj blerimi do të zgjidhet edhe një mandat në krye të komunës së Zhelinës. Zhelinës i duhet blerimi edhe një mandat, sepse tani më e ka edhe për krajin e pushtetit qendror. Ju e dini që në të kaluarën, kur ne sillnin shërbime të pushtetit qendror në Zhelin, sa po vinin ata tjerët i tërhiqnin dhe i anulonin. Ne sot kemi në Zhelin shërbime të pushtetit qendror, të agjencioneve dhe ministrive, të cilët në vepër çdo ditë po e shndrojnë Zhelinën në një qendër urbane. Dhe do të vazhdojmë edhe më tutje të përkrajmë Zhelinën, që të kemi gjitha shërbimet të ministrive dhe agjencioneve të cilat janë në qytet, janë në Tetov, të janë edhe në Zhelin. Dhe kështu blerimi do t'i shërbej Zhelinës, jo vetëm me bulevarde dhe rrugë, jo vetëm me shkolla, jo vetëm me ujësjellës dhe kanalizim, por edhe duke ofruar shërbimet e institucioneve qendrore në Zhelin, sepse vetëm kështu mundet që t'ju shërbej qytetarëve të vetë. Prandaj të dashur banor të Zhelinës, Zhelina ashtu si vendosi në 2 mandate, edhe në mandatin e 3, do të votoj numrin 7 me në krye Blerim Sejdiun. Ashtu si votoj 2 mandate, do të votoj edhe numrin 7 për listën e këshilltarëve me në krye profesorin Ruhiun, i cili është një ndër profesorët më të mirë që ka patur komune e Zhelinës. Dhe, për fund,
Zhelina edhe një herë do të avullos fitoren e Vlenit dhe dërgimin e historit të BD-s, të AKI-s dhe gjithë atyre të cilët i ndrojnë emrat, ashtu si thonë, ujku e ndron qimen, por tabihatin jo. Aliu është paj që ka qenë dhe do të vazhdoj të jetë. Prandaj këto zgjedhje janë ata të cilat do duhet Aliu të qojnë në histori. Faleminderit dhe na prifte mbara.